Sot ky kuvend militet për ratifikuar një akt të vullnetit mirë, të cilin Shqipërisë në radhë parë sa shumë qeverisë në emër të këtij vendi dhe sigurisht krejt kuvendit kur dhe nëse është e mundur, i takon ta bëjë sa herë tjetër të zyrtarisë së Maqedonisë çdo mundësi për të obliguar për paqe. Ne Shumica Kuvendore e Shqipërisë për 3 mandate të plota me radhë e kemi bërë zëvendësi dhe punëtorin e paqes në të rajon të trashëguar, edhe kur kjo është dukur e madje edhe është komentuar deri edhe si trafikim. Një etiketë që në fakt është një provë vendimtare e paqedashjes për shumë kënd që ka punuar për paqe në historinë e kësaj bote. Ne kemi quar Shqipërinë e përkushtuar për paqen deri në krye të OSBE-s, apo në kryesën e Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, ku kemi nderuar flamurin dhe kombin shqiptar.